Me një projekt të ngjashëm kemi konkuruar të dy komunat. Ne jemi përkrahur me 10.000 euro, ndërsa ata me 100.000 euro. Domethënë edhe brenda vetë pakicave ka diskriminim. Dhe realisht mund të them Serbia është duke përdorur pastrimin etnik në heshtje. Ka më vlerë marrëveshja e Konçulit? Ka ngel diçka nga ajo që do t'i garantonte të drejtat e shqiptarëve në Serbi? Për herë të parë është institucionalizuar linja buxhetore për Lulin e Preshevës. Ka pas raste të tilla kur ambasador kanë thënë mjaft ka probleme fuqiqi, mos i shkakton edhe ju telashe tepër. Sa e vështirë është t'i bindësh ndërkombëtarët në kushte dhe rrethana kur edhe pala tjetër ka propagandën e vet?